Mbrëm në spitalin klinik Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin SZ, 33 vjeç nga fshati Reqice Vogël, i cili është raportuar një ditë më parë rreth orës 22:30 nga NRD, 60 vjeç nga i njëjti fshat, se rreth orës 21:20 ka tentuar të kryej një vjedhje të rëndë në shtëpinë e saj në fshat. Ai është mbajtur në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 11, zyrtar policor në stacionin policor në Gallat, në fshatin Toplic, me urdhër të gjykatës, kanë arrestuar personin AO, 42 vjeçar nga fshati Toplic, për vuajtje të dënimit me burg për kryerjen e veprës penale, mashtrim e dënueshme nga neni 247 të kodit penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo është dorëzuar në burgun e Idrizovës, Shkup, për vuajtje të dënimit. Dje në ora 12:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, JJ, 45 vjeç, së bashku me bashkëshorten e tij, MJ, kanë raportuar se të njëjtën ditë duke lëvizur me automjetin e tyre në rrugën Goce Delçev, janë ndaluar nga DC nga Tetova, e cila është sjell në mënyrë agresive ndaj tyre dhe djalit të tyre të mitur dhe i ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëm pas mesnate, është raportuar se në rrugën rajonale në fshatin Qalje të Gosivarit, automjeti i udhëtarëve BMW me targa të Gosivarit, i drejtuar nga DAB, 21 vjeç nga Republika e Turqisë, me vendbanim të përkohshëm në Gosivar, kishte dalë nga rruga. Në aksident, pasagjeri BA, 22 vjeç nga Republika e Turqisë, me vendbanim të përkohshëm në Gosivar, ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat janë konstatuar në qendrën mjekësore të Gosivarit. Një ekip nga policia e Gosivarit ka kryer inspektimin në vendin e ngjarjes. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sanksionuar gjithsej 15 drejtues mjetesh për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, të cilët janë larguar menjëherë nga qarkullimi. Gjithashtu janë sanksionuar edhe 48 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.